Jemi përsëri bashkë. Tema e sotme ka të bëjë me ekonominë, me realitetin ekonomik, me atë çfarë ne jetojmë sot, duke nisur që nga të ardhurat që vijnë nga puna, më pas shpenzimet që janë shpenzimet e shportës, ato që cilësohen ato bazike të ushqimit, bazike, më pas makina, që është një koston vete, krijimi i familjes është gjithashtu një përllogaritje tjetër, marrja e një shtëpie me qira apo blerja e një shtëpie. Të gjitha këto janë investimet që secili prej nesh bën për të patur një jetë sa më të mirë, sa më të denjë, për të patur mirëqenie. Por ku jemi ne aktualisht si shoqëri, në cilën pikë? Do ta nis me Klodianin bisedën për të më thënë në vijat përgjithshme, jemi ne me një mirëqenie të konsiderueshme si një mesatare, po themi, e shoqërisë, apo jemi në kufi të mbijetesës? Jemi një vije ndërmjet, me nuk kemi as në kufi të mbijetesës. Në fakt kemi një pjesë të rëndësishme të shoqërisë shqiptare, rreth 1/3 që është në kufi të mbijetesës, por që në kompleks të ardhurat shqiptare për frymë ka një tendencë rritëse, sidomos vitet e fundit. Paga mesatare aktualisht që po flasim ka shkuar rreth 88.000 lekë apo gati 880 euro. Sigurisht jemi shumë larg Bashkimit Evropian. Kur vjen puna që vjet re në Shqipëri më tepër se sa rritja e pagës që është, le të themi, reflektuar vitet e fundit, është dhe rritja e çmimeve. Për të bërë një diferencë. Sot që po flasim, të dhënat e Istatit tregojnë që rreth 39.7% e të ardhurat e një familje sot shkojnë për konsumin e të mira ushqimore dhe të pijeve jo alkolike, që para disa vitesh ishim deri te 41, por që vazhdojmë akoma të jemi larg mesatare SBE-s. Mesatari e euros, mesatari e vendeve që bëjnë pjesë në euro tashmë, është vetëm 12% të ardhurat të tyre mesatare familjare shkojnë për ushqim. Kurse mesatare në tërësi të gjithë Europës, duke përfshirë dhe vendet jo euro, është rreth 24% sot që po flasim. Që tregon, po të kalojmë nga 24, ku ne të përmendje Bashkimin Evropian, duke qenë që ne aspirojmë të bëhemi pjesë e kësaj familje të madhe, urojmë që shumë shpejt. Po të krahasojmë këtë 24% me 39% apo 40% që kemi në Shqipëri, tregohet që në Shqipëri pesha e produkteve ushqimore dhe pijeve alkolike zë një peshë të madhe, flasim për ushqimet, kështu që jemi tek ajo pjesa që përmendet i mbijetesë apo jo. Dhe ky është problemi, pra praktikisht ne punojmë për të ushqyer që është minimalja që duhet bënim, apo jo? Që është, po, sigurisht. Aspekt tjetër, po kaq i rëndësishëm, është pjesa e arsimimit. Arsimimi në vendet e Bashkimit Evropian kushton apo peshon te buxheti familjar rreth 4%. Sigurisht edhe në vendet e Bashkimit Evropian ka shkolla publike dhe private dhe qytetarët zgjedhin se si të arsimojnë fëmijët e tyre. Ndërsa në Shqipëri pesha e arsimit zë rreth 12% të buxhetit familjar të një familje. Pra ne harxojmë gati 3 fish më shumë për arsimimin e fëmijës. Sigurisht ka të bëjë dhe me kulturën e shqiptarëve që ne shpenzojmë shumë më tepër ndoshta dhe se sa duhet për arsimimin e fëmijëve, por megjithatë e konsiderojmë të rëndësishme. Edhe pse po të marrim pasaj të dhënat e arsimit në kompleks në Shqipëri, të dhënat e PISA na tregojnë që jemi shumë dobët për sa i përket. Edhe pse ne shpenzojmë gati 3 fish më tepër se sa vendet e Atëherë bie që shpenzohet më shumë thjesht për kushtet e përditshmërisë, nëse flasim për shkollën private, se në shtetërore ndoshta do të ishte më e ulët përqindja? Në shtetërore teorikisht neni 57 i kushtetutës tregon që arsimimi në Shqipëri është falas. Të tregon që arsimi i detyruar është falas. Praktikisht ne në shkollat publike nuk paguajmë asnjë lek. Problemi qëndron në faktin që kush ka fëmijë të vegjël e di që nga klasa e parë e në vijim, fëmijët mbarojnë shumë shpejt shkollën. Kështu që janë të detyruar prindrit që punojnë deri në orën 5 në pasdites, e kanë të detyruar që t'i çojnë o në shkolla private apo after school për të bërë të mundur arsimimin e tyre. Pra duket kjo diferencë që nuk është zgjidhur asnjëherë ndërmjet orareve të prindërve dhe orareve të fëmijëve bën të pamundur që një pjesë e mirë e qytetarëve shqiptar, sidomos flas për zonën e qendrës Tiranë-Durrës, që edhe fashat e orarit janë pak më të gjata teorikisht, qoftë ato në publik, qoftë ato në privat, bën që të detyrohemi t'i çojmë në shkolla private. Vetëm me 2 elementë që ju trajtua tani, që është ushqyerja dhe arsimimi, iku 50% dhe të ardhurat. Iku 50%. Për të kaluar tek fasha e tretë që është edhe më e rëndësishme akoma, është shëndetësia. Shëndetësia, përsëri duke u referuar ligjeve shqiptare, teorikisht shëndetësia në Shqipëri është falas. Por që praktikisht ajo që vjet re nga një studim gjithmonë i Istatit, duke referuar gjithmonë burimeve publike pa u detyruar të paragjykojmë që si shpenzojmë ne parat tona,
na rezulton që gati 48% të shpenzimeve që ne bëjmë për shëndetin, i paguajmë nga xhepat tanë. Dhe jo si pasojë e asaj pagesës që bëjmë në sigurime shëndetësore. Pra, 3,4% e pagës tonë, bruto, shkon për financimin e sistemit shëndetësor. 1,7% e paguan punë dhënësit dhe 1,7% punë marrësi, 1,7% të pagës bruto. Që në kupton që edhe pse na mbahet 3,4% e pagës për shëndetësim, përsëri një pjesë të mirë të kësaj të shpenzimeve shëndetësore ne paguajmë privatisht. Këtu duhet kemi parasysh jo vetëm në për spitalet, të mos aludojmë për problematika ku ta diun për korrupsionet e ra, apo për mungesën e shëndetësisë. Po ka të bëjë me vizitat, ka të bëjë me ilaçet, me kontrollet. Shikoni ndonjëherë në Shqipëri është me analizat, shikoni me vëmendje, Shqipëria konsiderohet një ndër vendet me numrin më të madh të laboratorëve të analizave, kanë përshtypjen për frym, është në nivel evropian, ndoshta edhe më gjerë se sa kaq. Po të shikoni në asnjë vend. Po pse jemi më të shqetësuar ne për shëndetin se të tjerët? Përshtypjen që ka të bëjë përsëri me kulturën, ka të bëjë me frikën, ka të bëjë që ne ndonjëherë mjek kemi komshiun, kemi familjarin që na detyron që na thonë za të shkojmë shpesh të bëjmë analizat, apo mos të kemi besim tek institucionet shëndetësore publike që të bëjmë analizat aty. Shikoni me vëmendje kush ka vizituar jashtë shtetit, e shikon që nuk ka laborator analizat. Tjetër që nuk funksionon kontrolli i duhur dhe ka lëshmërim pastaj për të hapur aq shumë edhe vende dhe për t'ia lënë në dorë pastaj secilit për një biznes të tillë. Për ta ngritur si biznes. Po edhe mosbesimi në fakt qëndron që është i ndjeshëm. Iku dhe një pjesë e rrogës për shëndetin. Po për makinën dhe për shtëpinë? Makina dhe shtëpia është bërë një problem tjetër, ajo që është bërë vitet e fundit edhe në ditët e fundit u fol për një studim të bërë nga një media shkruar e rëndësishme, tregon faktin që për gjatë viteve të fundit shikojmë një rritje të ndjeshme të çmimeve në apartamente. Kjo rritje ndjeshme të çmimeve automatikisht çon që edhe qirat të kenë pas një rritje të ndjeshme në vitet e fundit. Kështu që i detyron shqiptar ose të blejnë një apartament që po kushton gjithmonë më tepër, ose të paguajnë qiran që po rritet gjithmonë më tepër. Të dhënat e fundit flasim për një qira mesatare në zonën e Tiranës, Durrësi diçka më pak e pastaj sa më në periferi të shkojmë aq më pak kushton qiraja, por që marrim Tiranën se kemi 1/3 e popullsisë shqiptare. Sot që po flasim, mbi 1/3 e popullsisë shqiptare jeton në Tiranë. Qiraja duke qenë optimist, kam përshtypjen që kjo shifër që po ju jap është shumë optimist, e qira mesatare sot Tiranë është rreth 400 euro. Po, nëse është vetëm 1+1, apo jo, se je e fushës, kështu që është vërtet. Por mos thon pastaj në zonat e afërt 300, 400 dhe madje po rritën më shumë. Por mos thon pastaj që në zonat e afërt Tiranës është vetëm një garsoniere kaq me këtë çmim, në kurse gjen më edhe me kaq, domethënë sidomos afër Tiranës. Në zonat qendrore. Pikërisht, mund gjesh në periferi. Për shembull, shumë pranë Afroklanit ku ne jemi, çmimet variojnë rreth 550 euro një 1+1. Që është imobiluar, dakord, po sërish është shumë shtrenjtë për jetesën domethënë në Shqipëri, për kushtet që ne flasim, edhe për rrogat që shqiptarët kanë përgjithsisht. Pra mesatarja 800 ka shkuar, meqense Klodja përmendi që 800 është ajo minimalja, apo mesatarja. Si jam korrekt? Paga mesatare sot po flasim është 88.880 euro. Kurse minimalja më duket të bëhet 500 apo gaboj? 87 paga mesatare, ndërsa paga më e lartë që i referohet kryesisht administratës është diku tek 93.000. Shkuatet më të larta. Por që flasim gjithmonë për pagat bruto. Po të kalojmë te pagat neto duhet të zbresim dhe diçka më pak. Kështu që pagat neto mesatare sot që po flasim janë tek 73-74.000 lekë. Minimalja sa është? Minimalja është 40.000 lekë. Bruto, por që 36.000 e ca. Pikërisht e kjo doja të dilja, sepse nëse qiraja është 500, nuk e di se si i bëhet në këtë rast, apo do ta diskutojmë vetëm pas pak.